Është historia e një marrëdhënieje mes një babaje dhe birit të tij, të cilët udhtojnë nëpër një shkretëtir të bardhë pafund. Djali është i plagosur, teksa babai përpiqet ta ngrejë zvarr mbi një rrjet të improvizuar për ta çuar në një vend të sigurt përmes hapësirës së pafundme me borë, heshtjes dhe forcave të pamëshirshme të natyrës. Si një histori që tregon sakrificën dhe mbijetesën, Bark, me skenar dhe regji nga Branislav Milatović, për të cilin ka bashkëpunëtor Stefan Bashkovicin, eksploron lidhjen e brisht midis prindit dhe fëmijës përballë brutalitetit të dimrit. Filmi i shkurtër, me titull origjinal La Vej, produksion i Malit të Zi, është dhënë premier kosovare të mërkurën mbrëma në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit Prifest. Luajnë vetëm 2 aktorë, Momčilo Momo Pičurić në rolin e babait dhe Jovan Krivokapić në rolin e të birit. Producent ekzekutiv është Filip Poleksić, bashkautor është Stefan Bashković dhe kolona zanore është realizuar nga Milivoje Pičurić, i cili është i biri e aktorit kryesor. The Bark është prodhuar nga Bitter Frames Production dhe bashkëprodhuar nga Radio-Televizioni i Malit të Zi dhe Montenegro Art Production. Para se të jepej premiera e filmit që i ka paraprirë asaj të filmit Bosnjak dhe Pavion në regji të Dino Mustafićit, ka folur para të pranishmëve brenda sallës së kinemas edhe ambasadori i Malit të Zi në Kosovë, Bernard Çobaj. Ai ka treguar se ndihet i lumtur që të pranishëm në premier kanë qenë edhe regjisori dhe kompozitori i filmit malazez. Pas premierës në lidhje me filmin ka folur për kohën vetë regjisori Branislav Milatović, ka treguar se është ndiher i nderuar për këtë premier kosovare. Është një nder për mua që ky film pati shfaqje këtu, sepse është premier kosovar dhe ky është festivali i 4 në cilin po jepet ky film. Është një marrëdhënie arketipe mes një babai dhe birit të tij, që gjithmonë është e komplikuar, andaj është një tregim kompleks me që babai aty e braktis të birin, por në fund edhe tregon dashurinë për të. Andaj kjo histori është për këtë relacion. Ky film rrugtimin e kishte nisur në Bullgari në kuadër të edicionit të 22 të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit të Shkurtër In the Palace në qytetin bullgare Pernik. Filmi është xhiruar në pjesën veriore të Malit të Zi, një zonë me male nga më të egrat në këtë shtet. Andaj zona e Borës, sipas regjisorit, mund të konsiderohet si personazhi i tretë i filmit. Duke qenë se kompozitori i filmit është edhe i biri i aktorit kryesor, mbrëmjen e së mërkurës është mbajtur një in memoriam në nderim të aktorit që ka vdekur para 3 muajsh. Ndërkaq pas premierës, kompozitori Milivoje Pičurić ka thënë se filmi është shumë ekspresiv dhe me emocione të përzierë në raportin mes 2 burrave të familjes. Kemi kënaqësinë të jemi këtu, para këtij publiku, për të parë reagimet e tyre. Festivali është i organizuar shumë mirë, tani kemi edhe festë, gjithçka po shkon mirë. Filmi është mjaft minimalist, është shumë ekspresiv dhe me shumë emocione mes babait dhe të birit. Po mendonim se si ta vendosnim muzikën aty dhe vendosëm ta lëm muzikën vetëm në fund të filmit, si një lloj dëshmie për t'ia dhënë një konkluzion emocional. Pra muzika është vetëm në fund të filmit. Me shfaqjen e filmit Bark, publiku kosovar ka pasur rastin të përjetojë një tregim të shkurtër por të fuqishëm mbi marrëdhëniet familjare dhe mbijetesën.